Allahu xhaleshanu është më i madh i falës, mëshira e tij dhe falja e tij përfshiu gjithçka. Mos harro kur, sido që të vinë rrethanat, sido që të vijë jeta, sido që të vinë situatat, më i madh i falës, më i madh i bujar është Allahu xhaleshanu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju rob të mi, thua, o ju rob të mi, që e keni tepruar ndaj vetëveteve t'juja me gjuna dhe me mëkate, kur mos e preni shpresën nga mëshira e Allahu xhaleshanu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allahu xhaleshanu është ai i cili fal të gjithë mëkatet dhe s'don me ditë. Subhanallah. Allahu xhaleshanu i fal të gjithë mëkatet. Prandaj sido që të vi situata, mos haro kur se derën e Zotit e ke hap. Mos haro kur se ke një derë të një bujari, pra që është bujari më i madh dhe mëshiruesi më i madh, mos u largo kur nga dera e tij, nga rruga e Zotit. Edhe nëse rëshket këmba për një moment, ktheu tek Allahu xhaleshanu, abandonoje të keqen, leje shejtanin e mallkum, mos bim pesimizëm, po bëu njeri i mirë inshallah, duke u bazuar dhe duke u kap ke mëshira e Allahu xhaleshanu, e cila nuk ka lënë askënd, e cila nuk ka prembes askënd, e cila nuk ka zhgënjy askënd. Allahu xhaleshanu është më i madh i falës. Kur i erdhi profetit alayhi salatu wasalam një burr i vjetër, e kemi treguar në hutbet tona, i cili ishte i vjetër në fundin e jetës së tij, derisa thuhet që këto ishin duke ia zënë pra shikimin, i kishin rënë mbi qepallat e syve, vetullat komplet i vareshin. Dhe i thotë, i dërguari i Allahut, hyri pa leje midis njerëzve dhe pyeti, e shqetësonte diçka? Është njeri dhe gjithë jetën e vet, tha, është mbuz varri tani, gjithë jetën e vet, tha, ka bëu keqe dhe ka bëu gjunafe, nuk kalon keqe pa provu. Do me u kthy Zotit me shpirt e me zemër, thotë, a ka falje për të? Imagjino njerëzit që dëgjonin, që ishin pranishëm, dikush edhe mund ta ketë paragjykuar, tash u kujtu ky masi kaloi gjithë jetën, edhe bëri ç'bëri, tani u kujtu ky. Por mëshira e Allahu xhaleshanu nuk mat me parametrat tona. Allahu xhaleshanu që është më i madh i falës, Zoti xhelle xhelaluhu, ja ktheu përgjigjen me profetin e tij dhe i tha, po tha, edhe mëkatet më të rënda, tha, edhe mëkatet më të rënda, dhe shkoi duke i qetë dhe duke u gëzuar i personi. Gjithë se cili e ka hesapin me Allahun xhaleshanu, e luma i cili shpreson tek falja e Zotit, nuk është kur vonë më u kthy. Nuk është kur vonë më u kthy dhe më u pendu Zotit xhaleshanu, sido që të vinë situatat, mos e harro kur. Allahu xhaleshanu është më i madh i falës.